Trokitjet e ngrohta, të përzemërta dhe plotësisht të merituara për një artiste të madhe, Justina Aliajn, e cila erdhi u rikthye për publikun shqiptar me këtë monodram kushtuar Nën Terezës. Andra e Nën Terezës e regjizorit Gzim Kame. Kam kënaqësinë që ta kem sonte në studio zonjën Justina Aliajn. Mirëmbrëma dhe mirëseardhët. Falenderoj shumë. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën, Beti. Është kënaqësia ime që të kem në studio dhe që të flasim për këtë pjesë të re që ke sjell, ose më saktë që të ka sjell ty në Shqipëri, sepse ti jeton tani më prej shumë vitesh, prej 34 vitesh në Belgjik, por që të sjell gjithmonë përpara publikut shqiptar. Premiera ka qenë në Shkodër, por ditën e shtunë do të ketë edhe premierën këtu në Tiranë, kjo monodram. Kushtuar Nën Terezës, një figure kaq të dashur, kaq emblematike, por mbi të gjitha edhe kaq njerëzore, pavarësisht se është shenjtore. Eksakt. Si është të sjellësh një figurë të tillë përpara publikut? Për aktorin është fat i madh. Sepse shumë herë themi sa bukur recitove apo sa bukur interpretove. Jo, në shpirtin tim them poeti mbani ner me poezinë e bukur. E në këtë rast, Nën Tereza që për ulem, më bani ner mu me arrit me e mishnu rolin e saj, me konceptu katër si prish me zbërthy çfarë ka ky personazh unik. Me tekstin e Bashkim Kozelit. E kemi bërë të dy bashk. Të dy bashk. Me bashkimin edhe unë. Çfarë i ke dhënë Nën Terezës ti, Justin, nga shpirti jot, nga thellësia jote, nga edhe nga përfytyrimi që ti ke pasur sepse e ke njohur personalisht Nën Terezën? Po. I kam dhënë atë farën e personazhit. Një gru që nuk është të ankohen. Amen. Zoti. Jo, ajo është edhe shumë e fortë. Ka një diagram të sajën të jashtëzakonshme që të çuditej trupi vogël ajo punë e saj si bleta punëtore gjithkund, me prek gjithçka, me kontrollu gjithçka, me u gjin, me operu, e papërtueshme. Është tamam hyjnore. Ta zbërthesh në gjithë drejtimet, ajo është për mua një figurë që nuk e di a do të ketë ma një Nën Terezë të dytë. Kaq unike është, kaq e madhe është, kaq shpirtin e madhe ka edhe ashtu e kaloj gjithë jetën e saj. Me thënë drejtën, në shumë raste e mendoj që e ka mohu vetën. Justina, monodrama është e vështirë, ose më saktë të sjellësh një figurë të tillë në skenë është e vështirë, por ta interpretosh atë në një monodram, ku mban të gjithë peshën e shfaqjes, është dyfishme e vështirë. Monodrama është graçka për aktorin, them unë. Siç thoshte Hamleti. E ka në mënyrën tjetër, unë e kam të monodrama. Është tepër e vështirë, kërkon një peshore, kërkon një diagram të personazhit, ku ulet, ku ngrihet, ku zbret, ku ka ngjyrën e errët, ku ka buzëqeshjen, ku ka. Është shumë e vështirë. Jam mundu me gjithë shpirtin me zbërthy, edhe kur gja nuk them vetëm Zot ma shpërblim mundin për te. Dhe thuaj që është ndoshta roli më i rëndësishëm, më i vështirë i karrierës tënde. Sigurisht. E the me plot gojen, sepse përpara shumë viteve, nëse do të kishe një rol pozitiv, ishte shumë i pakëndshëm. Në të shumta të rasteve si aktora, bën një çik moral, qeshnin aktorët me njëri tjetrin. Po jo te Nën Tereza. Nën Tereza është një figurë emblematike që duhet pas kaq kujdes në trajtimin e saj. Kam arrit më në fund që më dukte ëndër e dhash premierën. Po bashkëpunimi me regjizorin Gzim Kame, i cili gjithashtu është një regjizor alfa, ta quajmë kështu. Një nga regjizorët më të njohur të teatrit shqiptar edhe më të mirë. Është fati jem që e me kenë, sepse njihemi me dekada.
është fat i madh që kemi të njëjtat marrëdhënie. Zotin e falënderoj për këtë, sepse ka shumë raste që njerëzit edhe shkëputën nga njëri tjetri. Po jo, ajo është i gjithë pushtetshëm tek unë. E besoj verbërisht sepse veprat e tia. Nuk është hera parë që punoj me te. Por po punoj tani mas disa dekadeve. Kemi ba nën Terezën, kemi ba shtëpinë e Bernarda Albës, ku regjizor ka kënë i madh i gzim. Është vetëm një ekuilibër dhe nuk ka lumtuni më të madhe kur ndjen regjizorin dhe kur e beson atë. Unë këtë siguri e kam të gzimi, shumë. Sa data do të ketë shfaqja në Tiranë, sepse pash premierën ditën e shtunë, pastaj? Po, pastaj do vazhdojmë, besoj, në Shqipni, do vazhdojmë edhe jashtë. Pra i bie që do të qëndrosh gjatë kësaj here në Shqipëri? Ndoshta me pak shkëputje, po gjithmonë në kontakt edhe në procesin asaj se nga do vemi. Si janë kthimet e tua në Shqipëri tani? Ku vitet kalojnë, natyrisht shumë lidhje shkëputen, shumë marrëdhënie humbasin, shumë njerëz largohen nga jeta, por edhe shumë ndjesi i tret koha. Sigurisht, Beti. Madje, është një fjalë shumë e bukur franceze. Nëse ti nuk ke nostalgji për të shkumën të jastartme, nuk ke. Që është për mu që largohem nga Shqipnia, kur kthehem është një magji Shqipnia për mu. Një magji, rruga ku kaloj, me njerëzit që flasë, pemën që shoh. Brezat rigjenerohen, shumë si që thash largohen nga jeta, vim brezat të rinj që nuk e njohin Justinën, por ti ke një karrierë shumë të gjatë, që ka nisur që në vitet 60, e dim se çfarë ndodhi në 70 me festivalin, goditjen, por ti ke qenë këngëtare, aktore në filma, ke luajtur në teatr, ke bërë thuajse gjithçka. Domethënë kudo që kishte diçka që kishte lidhje me artin, ti e ke lënë gjurmën tënde. Po nuk është ndonjë, po është shumë kënaqësi, është lumtunia më madhe, e sidomos spektatori, që është për mua është sovrani mi profesionin tem. Nëse ai nuk do ta pëlqente punën time, ku do t'isha unë? Askund. Unë të mbaj mend në fillim të viteve 90, nuk e mbaj mend atë spektaklin, po atë këngën e famshme Sa herë kthehem qytetin tim. Okej. Kjo është kënga moj Beti që unë e kam kënu mas 18 vjetëve që më kishin ndalu me dalë në televizor. Kjo është kënga parë. Kënga parë, në mbaj mend sepse rikthimi, unë kam qenë fëmijë atëherë, por bëri shumë bujë në Tiranë në asaj kohë rikthimi i yt në ekranin e televizionit shqiptar. Fatmirësisht. Edhe u pritet shumë mirë. Po ndërkohë ti me këngën e vazhdon marrëdhënien, sepse ajo është një dashuri që nuk vdes kur. Ke një projekt të fundit me Envershën Gjergjin, një këngë të re. Po si din ti këto sekrete? Këtë punë kam gazetare të gërmoj. Po, është e vërtet. Enveri është miki jemi i vjetër, jemi brezi që kemi udhëtu, e më ka ba një këngë shumë të bukur, tekstin e ka shkru po prap shoqe e jemja, e madheja Vlasova Musta, është shumë e bukur, e mproj këngën, sepse e kam kënu, pres që të nxjerë, por ka kohën e vetë edhe ajo. Pa shumë, më pëlqen shumë. Unë përmenda filmin, përmenda teatrin, përmenda muzikën, por ka dhe një aspekt tjetër shumë interesant, për të cilin flitet pak në krijimtarinë tënde artistike, dhe është puna që ke bërë në teatrin e kukullave. Tani, për të gjithë nostalgjikët e brezit tim, unë do të sjell një pjesë që është ikonike e fëmirisë tonë, edhe besoj që nuk ka moshatar timin, po dhe pak më të vogël dhe sidomos ata më të mëdhenj që të mos e mbajnë mend. E ndjekim pak. Kur festohej një ditëlindje? Justina e lam pak gjatë, por ishte një nga shfaqjet më të bukura, me aq sa mbaj mend unë nga fëmiria ime të teatrit të kukullave.
kur festohej një ditëlindje dhe prapa asaj maskës ati bufit, ishte një Justina Aliaj që ka punuar edhe në teatrin e kukullave dhe ka shumë role edhe atje. Po. Ka qenë një fush për mu që mendoj se s'do t'a prekja kur, po jeta e sjell me emnon atje, mbas i punova punëtore. Po me thënë drejten, nuk e harroj kur. Për një dhe të vetmen, Eva Plumin. Eva ishte partnere me mua aty. Unë gati harroja me fol, kur shihja Even se si interpretonte. Një gjenia sa skenë, një rrymë elektrike që nuk më fshihet nga mendja. E unë isha pjesa asaj trupe, për disa vite. Përmënde 8 vitet e punës në klasën punëtore, ishin 8 vitet e një dëshpërimit të madh, por edhe e një force të madhe që ti gjende brenda vetes për të përballuar një situatë që ishte krejt e pazakont dhe për të cilën ti nuk kishe tek e fundit asnjë faj. Po, është e vërtet. Duhet me marrë jetën si të vjen. Isha përpara një faktit krym, nuk ban dhe nuk ban. E unë u martova, unë duhet kontribuoje në buxhetin e familjes, apo jo. Lina 2 fëmijë, e kështu unë vazhdova rrugën si një nanë, si një punëtore, sigurisht. Ti e din që do më thonë me fsheh në shpirtin tanë, unë e fshihja pasionin tim. Çfarë mbajti gjallë atë shpirtin tënd artistik, por edhe vetdijen apo besimin apo shpresën se ti një ditë do të ktheheshe përsëri në skenë dhe ti u ktheve? Sa bukur flet Tibeti, është e vërtet kjo. Është e vërtet që unë e majta gjallë, e kur më pyesin si mujtë me maj gjallë, nuk e majta gjallë, unë akumulova. Kjo është e gjitha forca. Nëse ekziston kjo lloj forcet për artin, apo për njeriu që janë mundu me e luftu, unë veç kam akumulu, nuk kam hum. Unë jo, mendoj. Jo, në asnjë mënyrë. Ke një keqardhje për një jetë të një brezi si ai juaj që deri diku edhe humbi, edhe nuk arriti të bënte gjithçka donte në atëherë kur ishte koha, sepse vitet kaluan dhe pastaj njeriu lodhet, njeriu moshohet, njeriu ka problemet e veta të përditshme. Sot është një kohë tjetër ku ka shumë më tepër mundësi, po ka dhe gjithashtu ka edhe vështirësi shumë më të mëdha se atëherë. Ka riskun, rrezikun e vet, gjithashtu. Po. Am vjen keq. Mundohem mos me marrë keq. Se di pse është në natyrën teme me kalu. Vetëm me pa përpara, me pas veç vizion. Si duket kështu jam e ndërtume. Po, më vjen keq sepse bjefjala nuk kam lujt rolet e klasiket mëdhaja, që do të kisha dasht me i lujt. Por gjithmonë është ajo akumulimi, e gjej mënyrën se si ta kompensoj. Për fatin e madh tani. Se për para s'ke mujt me ba asgjë, veç me ndonjë qoshen tane, për mos me pas pasoja ma shumë. E ka ndjekur ndonjë nga fëmijët rrjedhën tënde ose ka të dellin tënd artistik, apo talentin tënd? Po, unë nuk, është vështirë për prindin me e thonë, por unë i kam çu fëmijët e mi në shkollë muzike. Kam dash me eduku me muzikë. Jo se do të bëhen muzikant, apo kjo. Këto sigurira janë gjaja ma dëmshme. Në psikologjinë e fëmijës sidomos. Ati s'duhet me ja ba kur të bardhë. E ke ba mirë, po duhet edhe ma mirë. Unë kam kënë e rrejt në këtë drejtim. Djali është violoncelist. Ma djetek monodrama jeme, djali e ka ba muziken. Quhet Rubin Kodheli. E ka kompozu. A jeton në New York,
e ka kompozu Enkas për monodramën e Nën Terezës. Vajza ka marru për piano, po edhe për aktore. Gjatë që më dritë të trupi kur e thoshte, po nuk isha në gjendje me thonë mos se ashtë e vujtshme shumë ajo rrugë. Ja, pra ka nesër të dy në gjurmët e tua, ja ka vletur sakrifica që ti bëre 34 vite më parë. Ashtë e vërtet. Për fëmijët ja ka vlet shumë. Ike me pengje? Apo e pesi një shpëtim largimin në ato vite që ishin të vështira? Jo, ishte thjesht një matematik mendore. Se di, u binda që nuk ka demokracia. Po fëmijët paktën nuk kanë me pas hise ato vujtje që kalova unë, edhe ika. Sot ka ardhur demokracia? Si e shikon Shqipërinë? Me shpirt dishoj me thanë që ka ardhur demokracia, po liria është një linje e vështirë shumë. E nësa është fati me e marë shumë qetësisht, paqësisht, dhe me ndjek atë rrugë, kur nuk gabon. Po nëse ne du me e kap kohën e kalume, çka ka kalu me e rikap, ajo nuk banë. Menoj që në vend që me ba mirë, kam frikë se nuk bëhet mirë. Duhet shtru rruga, duhet me ta heq dera në radhë parë, në shpirtin tanë demokracinë. Ka pasur një moment kur e ke ndjerë si nevojë rikthimi në Shqipëri, apo nuk e pasur asnjëherë dilema për largimin? Kjo jo. Asnjëherë. Kjo jo. Fatmirësisht është kjo që unë me më shkull zemër, me më shkull Shqipnin për i shpirtit. Kjo nuk ekziston tek unë. Por nëse baj një balancë edhe nëse shoh në të gjitha aspektet, e ndjej që do me mundojnë, kam frikë se me mundojnë prapë. Justina, shumë nga artistët në Shqipëri, edhe pse mund t'jenë në formë të shkëlqyer fizike, artistike, për shkak të rrethanave, për shkak të mediumeve të vogla, për shkak të pamundësive, qoftë edhe financiare, u vdes shpejt shpirti artistik, sepse nuk kanë ku ta shfaqin atë. Ka shumë pak role për të luajtur, shumë pak skena për të kënduar, gjë që në botë është disi më ndryshe. Nuk mendoj se është kjo. Mendoj që vetë njeriu nuk ka kurajon. Nëse ti dishon, do me thanë se ti mundesh, mu kjo nuk më hikën nga mendja. E qartë. Unë të falenderoj shumë që ishe në studio, të uroj suksese në këtë rikthim të ri në Shqipëri, edhe në premierën e Andra e Nën Terezës në Teatrin Kombëtar ditën e shtunë. Do të vitë të shumë me kënaqësi. E mira, shbeti.